Kopshtet e pavarura të Lumturisë, një tragjikomedi me autor Albri Brahushën, i ndar nga jeta një vit më parë, është vënë në skenë nga regjizori Ervin Çuli. Premiera erdhi mbrëmjen e së premtes në skenën e teatrit Migjeni. Publiku i vendosur në të njëjtën platformë me aktorët e bën shfaqjen më të afërt, duke krijuar një përjetim të bukur emocional. Për aktorët shfaqja sjell mesazhe bashkëkohore dhe të forta për shoqërinë në tërësi. Është një vepër shumë e fortë për mendimin tim, shumë e fortë, me mesazhe shumë të forta, me metafora shumë të forta. Këto janë absolutisht aktuale, absolutisht aktuale. Inshallah përcillen mesazhet e dashurisë, për pak më shumë dashuri, për pak më shumë mirëkuptime njëri tjetrin, për pak urrejtje. Minimalisht nga kjo të nisemi, pastaj mos merremi me gjërat e tjera më të vështira për tu marrë. Gjithë secili me bëhet luftën e vet, nga llogoria e vet. 1 gram dashuri, aq është mjafton. Kjo është premiera ime e parë në teatrin Migjeni. Unë kam marrë dhe herë të tjera, kam luajtur në këtë sallë, por si me shfaqje nga qytetet e tjera, por me një premierë të vetë qytetit Shkodrës, kjo ishte hera e parë, edhe është një ndjesi shumë e mirë, jam dirë shumë rehat, tamam si në shtëpinë time. Për sa i përket veprës, unë jam një tifoz i veprave shqiptare, kështu që duhen sa më shumë vepra shqiptare dhe aq më tepër nga një figurë nderuar siç ka qenë Albri. Për mendimin tim, ne kemi humbur njerëzlikun, të qenit njeri. Dhe jeta robotike ditë pas dite po na dëmton jo vetëm trurin, por edhe shpirtin, edhe zemrën. Dhe gjitha kjo e ka kthyer njerëzimin në një, se nuk mendoj se ndodh vetëm në Shqipëri, është globale, e ka kthyer në një mekanizëm që është gati jo shpirtëror, jo humane, nuk ekziston. Prandaj dhe Albri ka shkruar një vepër, po them gjetje gjeniale, kur në një bank njerëzit nuk investojnë me parat, po investojnë ëndrat, investojnë gjumin, investojnë dëshirat, investojnë çdo gjë mendore që i përket atyre. Dhe kjo e ka kthyer njeriu në një robot që siç po e shikojmë, inteligjenca artificiale dhe çdo gjë po e kthen njeriu në një qenie gati robotike dhe pritet që do hiqen njerëzit gjithë nga punët edhe do fillojnë robotët punojnë në vendin tonë. Dhe kjo është diçka, nuk është fare humane, nuk është njerëzore. Ky është një mesazh shumë i fuqishëm dhe besoj që të gjithë ata që kanë qenë të pranishëm këtu, t'i ketë prekur sadopak shpirtin dhe të jenë njerëz më të mirë. Kjo premierë shënon gjithashtu fillimin e drejtimit të ri të teatrit Migjeni nga Gerti Palali. Ai ftoi shkrimtarët që të afrohen me teatrin. Jam shumë i lumtur që si fillim vendosim një vepër shkodrane edhe në këtë godinë madhështore të teatrit Migjeni, po ashtu edhe pastaj edhe një vepër të autorit që është edhe Albri Brahusha, që nuk është më mes nesh, edhe ishte një moment shumë interesant, shumë i bukur edhe për familjen që ishte prezente, që shikon një produkt të pjesëtarit të tyre të familjes që nuk është më fizikisht. Sigurisht, është dramaturgjia shqipe, është më afër nesh, është shumë e rëndësishme që edhe regjisorët të frymëzohen nga veprat shqiptare, por edhe shkrimtarët shkruajnë shumë më shumë edhe të afrohen teatrit, që krijimtarinë e tyre t'ja japin teatrit, t'ja japin regjisorëve, aktorëve që ta vënë skenë, edhe të krijojnë mbrëmje të mrekullueshme si kjo e sotmja. Shfaqja sjell në vëmendje materializmin, ku në një bank nuk vendosen më para, por ëndra dhe ndjesi shpirtërore, duke sjell ndarjen mes asaj që jetojmë dhe asaj çfarë kemi humbur. Vepra do të vijojë të shfaqet për publikun shkodran edhe në 11 dhe 12 tetor, në orën 19 në sallën e teatrit Migjeni.